Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se keni ardhur në Top Fare. Këtu në Top Albania Radio, në këtë të hënë, në këtë ditë feste, në këtë ditë 8 dhjetori, në këtë ditë rinie, në këtë ditë pushimi, Jepi. në këtë ditë udhëtimi ku të gjithë vrapojnë se kanë pasur dhe fundjavën pushim, edhe hëna dhe 3 ditë më mirë se sa 2 ditë. Çfarë thua, amar burrë? Kemi disa javë që e kemi të hënën pushim. Do thush ti pse? Po unë jam shkollë riedukimi, jam shkollnate unë. Jo, thjesht jemi duke përgatitur të bëhemi si holandezët apo këta nordikët që punojnë 4 ditë në javë dhe ne të hënën po ambientohemi pak se çdo të thotë bësh 4 ditë punë në javë dhe jo 5. A e mbajmë ne as e mbajmë? A na pëlqen as ta pëlqen? Ti dukesh e mban. Ja, mbash si veshje kollarisje kollandrise. Jemi këtu, ju e dini tashmë, ne mundohemi shumë që t'ju argëtojmë për të lehtësuar atë trafiku, nervat ose punët e shtëpisë, po më thënë të drejtën trafik sot nuk është se do të ketë shumë, ose nuk ka. Ka se është punë nesër, prandaj. Po mirë, na në këtë 8 dhjetor, pra siç e tham, në këtë ditë të rinisë ku të gjithë postojnë foto me të rinjt për të rinjt. Përveç të rinjve. Po, sa ata postojnë foto bileta avioni. Ditë pushimi, pra ta shfrytëzojmë çfarë pret. Çë mesazh i bukur kur e mendon, ha? Ditë pushimi dhe ne jemi pushim. Po në fakt dhe dita e rinisë, ku në fakt rinia duhet ishte në punë. Po. Ka shpresë nga rinia, ka? Po normal që ka, por ja shive shkruaj. Kismet nesër se sot ishte pushim. O Juli, po u lodhe rinia duke punuar, tani duhet i çik pushim sa për të kariku telefonat, se këta i prishin bateritë pas sa kohësh, e kupton, dhe duhet ta mbaj më shumë karikim telefonin. Kur e përdor gjithë ditën, s'ke çfarë ti bësh. Mos e përdorini shumë. Jo. Me radhë. Njëri pastaj tjetri. Punuam mot për ta pasur pushim sot, nesër. Si është shpreh, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Po kur e pam që Europa ishte larg, tha më mirë, po shkojmë ne në Europë se sa ta vi Europa në këtu. Edhe jo më kot para disa vitesh u shpallëm kryeqyteti evropian i rinis. Po s'ka lidhje kjo më burr. Si s'ka lidhje? Po s'ka lidhje pra. Një minutë tani ti sheshojmë sa gjëra. Pse u shpallëm kryeqyteti evropian i rinis? Po pra, për kulturën, për inovacionin, për artin, prandaj. Jo. Je shumë i drejtë, ai miri në saktë. Po jam i vogël, jam i parraf me jetën apo. Tani. Hajde mjeshtër na thuaj. Kush ka çu më shumë të rinë në Europë se sa ne, se sa Shqipëria? Askush. E shef pra? Kryeqyteti evropian i rinis se kemi çuar më shumë të rinë në Europë. Fituam. Pse? Për këtë është parë. Për këtë është? Mos ja fut kot apo. Edhe Eurostati ka filluar të na ketë frikë për këto statistikë. Mos ja fut, po zgjidhja pas ka qenë këtu mes nesh, kotu lodhon. Sigurisht. Mundohesha të bëja artun. Ja pa në një ide inovative, ku pas ka fjet. Pra gëzuar këtë 8 dhjetor ku kujtohen studentët që ndërruan sistemin për të ardhur sot ku ndrojmë foton e profilit. Kujtojmë sot studentët që u mblodhën së bashku për një qëllim, për të ardhur sot, as e njeh njëri. Do me thënë babi im njef njonin, e kupton, e na fut aty në për këto mrokllat. Kujtojmë sot studentët që i kërkonin presidentit dikur që të dilte në takim. O president! Jo. Ku je? Është sot ai. Okay. Dikur i kërkonin presidentit dilte në takim. Sot themi njëri tjetrit, do na gjesh ndaj tezë për provim? Kujtojmë sot studentët që bërtitën duam demokraci për të ardhur sot, ku studentët thonë duam pushime. Dhe ne rrog të mirë. Po, tani i duam gjithë në pushime, po rrog, po shtëpi, po është vendi makinës sime. Pra, se zihemi për një vend parkimi, edhe hajt tani Juli të bëjmë një gëzuar kështu. Roft rinia. Roft dia. Shtëpie. Roft shoqënia. Roft mirësia. Roft shqipnia. Mirë, ta mbyllim, se po u bëm shumë moralist e patriot, s'na merr njëri seriozisht. Fillun edhe këta bëjnë. Mirë, ke shumë drejt. Se ka kalu 28 së në tonë. S'na merr njëri seriozisht. Nuk na marrin. Po mirë, të paktën të marrin muzikën shumë të mirë që ne e kemi këtu. Gjithashtu mos harroni kanali 10 në Digital është i dedikuar për Top Albania Radio, kështu që nëse nuk ngopeni duke na dëgjuar, rap të 10-a kanali 10 Digital. Na shihni Julian Hurdha, Angelo Shkreli janë këtu në mikrofon në Top Albania Radio. Ikim muzikë. Hector! Çakere që bërtet se kam kalamajt në gjumë isha dhe vetë. Zbriti që i këzbrit se kam ja 2 llafe me ty. Pse ka shme nervar burri dhe jut. Zbrit se s'kam pija s'kafen e mëgjesit, prandaj, zbrit, Hector! Po, pritere sa të vishëm, ja, prit se m'hoqe zarin. Hajt. Po hisha telefonë, ishe se ngele tu filmu, më kemi frik me bose. Na filmot i e bë më kesi Big Brother.
Po vllai i madh jam unë, Paridi jo i vogli. Hektor. Çfarë kishe që more? Ti ke marrë ata të bashkisë në telefon dhe i ke thënë që jam duke bërë punime unë? Po s'është ashtu siç mendon ti apo ti ke marrë apo jo? Po, unë i mora. Po ç'a problemi bën? Pse më shikon ashtu si ndonjë skifter? Ha? Hektor. Po, nuk është ashtu siç mendon ti mor burr. Mos më bë filma mu, Hektor. Pas ke çu edhe mesazhe, Akili përdor matrapik të dielën në 8 të mëngjesit, troditët hiqja te telefon, mos filmo. Jo, do filmoj. Hektor. Pas ke çu edhe mesazh ti që Akili punon me matrapik në 8 të mëngjesit, troditën themelet. Edhe ata e pas kanë marrë sikur unë dua të trondis themelet e shtetit. Apo s'është dhe e hënë sot ka protest, edhe mendojnë se protestën po organizoj unë. Atë e di unë. Po pse bëhesh spion mër majmun? Se po nuk u bëre spion dve tjetri për fund, Akilo. Mër majmun. Të gjithë dalin në balkon për të parë motin, ti del edhe sheh ato që shohin motin. Kurse ti shef motin për të pa ato gocat që japin motin. Ja, kështu jeti. Hektor! Shkere. Se kam grun aty. Mos. Ke. Po filmojun. Filmo. Tani. Ulu. Mere vete, mos e do në njëra kina në gjallë. Jo, do t'i shtremi qik muhabetet. Ja. Nuk ishte matrapik. Ishte çekiç. Dhe jam duke bërë sistem kapot që të mos hyjë lagështira. 1 minutë burr, 1 minutë, sikur po ta boja prej natit unë burr. S'kam faj unë, sa ata më pyetën, ku po ndërton ky Akili? Edhe çaj theti? Ndi zhurmën e betonieres, porta e zez, bjeri ziles, po posta hapën, shtyje se ky e lë pa Chelsea thash. Hektor. Çfarë? Po ç'të duhet mër ty se kur bi shi, më futet mua ujë në shtëpi, e spi do të rahati godra ki, ftofem jene, nuk na vjen as me. Po. Nëse. Po grun time, pse e ke filmuar në gjes kur dilte? Ore, po më bëri çudi që doli me flok lagura, thashun, kjo ne 3 ditë pa ujë, ku gjeti kjo ujë për të la flokët ore? Hektor, nuk do dalësh pa u lagur nga kjo çështje, Hektor. Më kish përnda edhe namin në internet shife. Shqiptari mban pul në balkon se s'ka lek me blevez. Po dëgjova një kiki kohë, prandaj thash, nuk i thash kështu për gjë tjetër. Po kam qenë tu pa meme në TikTok, Hektor. Dalin meme indiansh me pula. Akilo, pulave u ka hijet kakarisin vetëm kotec, Akila, jo në TikTok. Se je shumër, Hektor. Si jam, Akilo? Je si kur si je. Po dikur kum shiu t'i linim Chelsea në shtëpisë edhe ishim rahat, më nuk e vrisni mendjen, Hektor. Kurse sot s'ka nevojë t'i lem Chelsea se e di kom shiu se ku e lem Chelsea, madje di që po shohim edhe Chelsea me Liverpoolin. Luan edhe baste ilegale, Akil. T'kam parë, mos harro. Hektor! Mor spion, ma e një mend se që kam bërë të bo. Ty edhe vlajt. Po me vlajnë tim shpas, që ke me Paridin tje? Se m'ka vra mrom Calceto, m'ka ka bo themër në cop. Ta pas ka bo golin, Akila. Hektor, nuk ju mjafton që na morët Helenën. Edhe madje ka filluar të shkoj me vlajnë tatu pas burrin në shtëpi. Po kështu jemi si familje, ne, Akilo, të qeshim ditën edhe... Qa? Qajmë natën, o burr, që kere? Në na e ktheni nusën mbrapsh, si e keni hallen? Se na ka lënë rrobat pala. Po ajo brenda iku, o Akilo, se te ju ajo i lante me dorë, te ne ka lavatriçe me 7 mroklla, edhe tharse. Ika unë tani, ja ta fike këtë video. Hektor, prit, ndalo. Si isha duke parë një film brëm, edhe kishte një shprehje të bukur aty. Spiuni lagjes ka 2 stinë, thoshte. Ka verën kur rrin balkon, ka edhe dimrin kur rri pas perdes. Ik tani. Qarë thua, të rikthehemi sërish në normalitet. Ja, pra ky është Troja, stil shqiptar. Imagjino stil komshi. Të vend të Akili, të Hektori, mund mes Trojës. Kujdes kur bëni punime se cili ka një Hektor aty te lagje që e ka filmu, e ka çu mesazhe dhe ka telefonu mbi gjitha. Po kujdes se Hektori bën video ndërsa Akili Paridi, se thash Akili Paridi merr grun. Kujdes nga paridat. A thu ka nga këto prap? Nga paridat e? Çfarë bëhet? Nëse se nuk kemi ne këtu për të gjetur paridin, po ne do t'ikim në muzikë edhe rikthehemi sërish me shumë gjëra tjera të bukura. Na ndiqni.
Jemi rikthyer në Top Albania Radio, këtu në Top fare në këtë të hënë 8 dhjetor 2025, dita e rinis, po afrojnë dhe festat e fundvitit, po afrojnë Krishtlindjet, po afrojnë viti ri, kjo atmosfera siç e shihni dhe nga planet këtu në studio, për gjithu që po na shihni te kanali 10 në Digital B. Telefon? Lusja janë në qytet, plasma si rritë që familjet prasi. Ajde, sa këndon ky popull e thuj pastaj që se kemi në Terezi. Alo? Po qyshin jere, jam dizina na lusja re. Po I telefonoj e vlla se kam 2 halle. O vlla ime, dëgjoni mua për së dëgjone re. Ore të dëgjoj po 1 minutë tani, si fillim si je dhe së dyti nuk jemi fiksi që merr për halle. Ere mire vlla, ta them ty ta dëgjoj fiksje, një kom, një vllazërie ju, dëgjon ashtiere. Se më janë dashur 8 vite të vëm nga DJ thjesht DJ anglez re. DJ anglez? Çfarë do të thënë kjo që luan vetëm muzikë angleze apo luan për anglezët? Jo re, kam mik në Angli e luaj për çunat e re në shtëpi e kupton ti ere vllai apo jo? Pa tani se nuk po tallem, po të pyes vërtet ç'është kjo DJ anglez, se s'kisha dëgjuar ndonjëherë. O amigo, ti ke parasysh Chelsea. Me qëra fjala, ku I lash Chelsea e makinës unë më? Po çun, ore s'kupton fare ti ere. Ore Chelsea të re, lirosh, trengohe. Chelsea papagall, Chelsea anglez, 13-15 sa janë këto? Unë jam DJ anglez re, si Chelsea anglez që bën çdo gjë, si I thon këta, multifunctionale. E ç'a bën ti? Në njerë? Vezë skuqura bej, po që qa bejere, DJ që luar muzike, këndoje, I bje klarinetës, daulle, gjuaj me armë kur vjen nusja re, vise me veshje popullore dhe kërce, për të gjithë, për të tërë re. Po tani 1 minutë, ti e vetëm ai orkestër, që I bëgë gjitha këto. këto. Ore jam tek pullere, se vetëm e zgjedhje tek pullere s'kur t'lene, a kuptone? Tek pull ti I bën gjitha këto legu letër, do me thonë, për që ankohesh? Kush lekere, kush të lere, fitoj me në për dasma, ojo. Po tallesh ti me ne tani, se s'ka mundësi, ti qenë paket. Por si DJ dhe të vjen orkestra, ansambli vallëve popullore, të vjen dhe me armë për gjuhë. Po të marrin mere, se këta duan muzikë që se merr vesh njeri. Ore, a ka njeri që me kupton mua, I kuptoj ti këtë. Baby, na, rock, yeah. Po marri me që këndojnë re, apo këndojnë, apo rënkojnë, testina, janë vraj presin ambulancën, miku im. Janë të gjitha së bashku, prandaj duhet pak për të futur në atmosferë që ti të bëhesh kurios ç'është ky rënkim, edhe dëgjon dhe këngën matë se be, po me qenë se ti ke këto, futja një Sinan Hoxha aty alo ambulanca edhe mbylle, sistemoje situatën. What you? Ore paguani me utalë aty me përsi hallet e popullit, për çfarë kemi vënë aty ty, o amigo. Po 1 minutë është, ta thash një herë që në fillim të telefonatës, nuk jemi fiksi. Nëse do me zgjidh halle, rrugës drejt në Kashar, trokit aty, kërkoj fiksi, thuj dhe ta zgjidhin, ne nuk jemi për këtë punë. Qa thuare? Prite se kam dhe I hap tjetër, se ti s'ma menda zgjere. Tani, që halli dytë është me I mas e halli pare. Shumë mirë, me qënë se nuk të zgjidh. E mbyt hallin tënë, po e sik me moderuar, kupton ti vetë, se e idealizuar. Më pëlqen, je shumë popullor kështu në thënje, po. Hallin e parë nuk ta zgjidhim dot. Na thuaj të dytin, një herë. Urojmë duash ndonjë preferencë muzikore, ta plotësojmë direkt. Ore, nuk kam me punë re vlla ime re, s'ben me njeri dasma re. Dikur muzika ime sonë 300 vjeta zgufi e në valli. Tani bem dasën në kuzhine me 20 vjeta dhe 20 sjana, qa jana, 10 kushjane. Po të me zotrit, është ti kuptoje, njerëzit kanë halle, rinia do atë blej shtëpi si fillim, atë paguaj qerana, atë mendoj për më gjatë, atë bëj dasmën, janë shpenzime gjitha këto. Po që unë I kam gjitha pajisjet gati re, kam bokse për muzike, bokse për të veshe, lampa, daulle, kam ju se be me këngë Sinan Hoxhës, që edhe vetë Sinani e ka harruar që I ka kënduar, kam veshe popullore, e unë byta. Ka veshe popullore, kam klaritete, kam 5 vjetë që I thash për shtima aty se kam përdor njere, kupton apo jo? Kuptoj shumë mirë. Po, kupton tjere, nuk duhet me kuptoj, se më gjithë trurin ore, duhet me ndihmoshe, vlla. Sigur unë beja namin e tani s'po më sëreta s'kom që ju për ditë qindje re. Se shmer je DJ që s'dit vej muzike re. Në vetë
ti baba boje, u pëzidoshi, populli do a hengare, ore mdimoni a mane, bem der mane, Kenia ku falinje, qa benje. Shiko, te kanali 10 digital, dhe në dëgjon në Top Albania Radio. Ku ka digital, mërëre, o amigo, qa benje, po fojnë njerit atyre, se do villoj bigu. Ka oferta në fund vit, kështu që përfiton nga ofertat, por nuk zgjidh gjë duke qartë. Nuk kam leke ma bezi dua zho Big Brother kanali 2 ere, jo të pari sa i 2 ti ben këshu e gjerat buke. Tani, o sotri, nuk zgjidh gjë duke u qarë, duke u qura vitur. Kështu kam zeri nëre, nuk po qajere, o. A, mirë, ndjes. Gabojmë dhe në njerëz jemi. Po qa bezi kur s'ka ven aty ty e ti duhe zhequre, o, bo. E di qa mdodhire, Po ti tani ke ardhur për da prish puna, qa, se s'po të marrë vesh. Ore, 1 minutë, Po s'ka filluar bigu me këto. O, vlla. Kam për të rritë në njerë unë karjerë, dola në fushë në qender glushe, se thash koncert fala që ti bia si në njerit, po lis. Dobet, Erdi njeri tha, e ke listën gati, o pa njerë i thashur, ndoni das ma direkt, jo se kam gati, se s'ma ka dhe njeri, po s'ka gjë sa tjenë, bej atmosferun. Pas ke kapur do një gjë, pse thua ti s'kam punë, ja? Aje kishte për listën e votues vere të keqen, jo për dalkës, ike. Tash unë do mdimonit ju edhe ju e fare. Ajde dhe se do të kërkoni shalqim nga von ju e. Lusja jo në qytet, plasmasi. Këndon populli, tha këndon. Dhe ne si të të zgjedhim mor zotrisën e DJ-t i kemi këtu, i kemi shumë okej. Dasëm s'kemi ta bëjmë, si t'ja bëjmë? Po ike, ishte njeri ka ta na punat vjullat të në Tirane. Po e ke nisur shumë keq me këto të heqmet nga punat, po nuk bëhet kështu. Po kështu ike këta, jem Hajde, mendja, hajde. Hish njërin thot që të vion. Ika se do marrë njërë fiksin telefon da një. Merë fiksin, ha. Alo, o Jull deza, një bari. Po, Jull për Jull ta zjedha Julli tjetër, unë s'ta zjedh do të këtë halë. Ika, hajde. Me të mira, të fala nga lushnja, të fala, urojmë shëndet dhe sa më shumë bereqete dhe punë. Top fare, për gjithë ju që nuk ju pëlqen e hëna, futini një mendje top, thot dhe Sigla. Kështu që shmangeni trafikun sa të mundeni, kurse shmangni dot, ngrini volumin, dëgjoni muzikë shumë të mirë, siç vjen tani. Rikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim këtu në Top Fare në Top Albania Radio. Nëse jeni në trafik, na vjen keq dhe mundohemi që t'ju argëtojmë, t'ju heqim pak të stresin, këtë lodhjen që ju keni pasur, por tani dëgjoni mirë, mbani mirë shënim sepse do të shkojmë në rubrikën që sfidon kohën, historinë dhe realitetin, direkte tek Shqipëria paralele. Të nderuar dëgjues, sot ndodhi ajo që askush nuk e priste. Në vend që të ishte ditë pushimi, ditë feste, Shqipëria ka mbetur pa internet dhe pa telefona. Kjo është dita që do të mbahet mend në histori, ose do të harrohet, se s'ka kush ta postoj. Për ju, Muhamet Veliu, Top Channel Londër. Apo, jo, për që. Lidhemi tani me korespondentin ton që ndodhet direkte në Shqipërinë paralele. Nuk është Muhamet Veliu, është Julian Hurdha. Juli, ti je aty i dashur, çfarë është duke ndodhur? Si është situata aty? Përshëndetje Angelo nga Shqipëria paralele. Më dëgjon? Po, të dëgjoj qartë, klaro. Këtu situata është e jashtëzakonshme, njerëzit janë në panik total. Të kujtohet të pajisjet me të cilat dikur kërkonin çoririn e krapës. Po? Sot po i përdorin për të kërkuar internet. Po nuk punojnë me ato pajisjet, o Juli, që atëherë në krap kanë dalë jashtë funksionet ato. Gjeta Floririn të bëfsha pajisjen me kalin. Ne si jemi aty, e ke bëra edhe ne jemi për lëmsh këtej nga Shqipëria paralele. Pse? Të gjithë duken të humbur, Angelo, të hutuar. Pse? Kujtohet 2012 kur u tha se do ishte fundi i botës. Po, më kujtohet Juli, po. E po erdhi tani Ha? Alo? E po ky është një fillim tipik, një ditë pa telefon dhe pa internet. Të lutem tentoj edhe një herë lidhjen se më duket na iku. Duhet me patjetër të dim se çfarë ndodh në Shqipërinë paralele një ditë pa internet dhe pa telefon. Ha? E kemi? Jo, ha?
Po të thash lidhur me gazetarin, ore, jo me West Side Family-n, ku po shkon kjo bot, nuk e di asnjëri, një ditë pa telefon dhe pa internet dhe ja u bëm lëmsh edhe ne. Alo! E tentojmë edhe një herë. Alo! Alo, më dëgjon? Po, të gjoj Juli. O, sa mirë se kam dalë në kufije po kap valët e Grekut. Urdhëro? Tani, është si fundi i botës, po pa filtra Instagrami. Kjo është e tmerrshme. Po si po komunikojnë mes tyre njerëzit? Juli, më shqipe gopak më shumë, të lutem i dashur. Sa keq, disa po provojnë me fjalë, me zë, por është e vështirë. Shumë e vështirë. Po, e kuptoj vështirësinë në fjalët e tua. Po. Në çdo cep dëgjon njerëz që përtasin. Po tu as s'bën dot. Çfarë thua? Ti hera kanë komshit. A punon aty te ju? Erdhi. Po se kam pa mesazhin, mëse s'kam internet. Edhe thaj atëherë, vallaj ditë zeza kam për të ardhur për ju, po ne nuk e besuam or burr. Edhe ne menduam se do ikin dritat, jo interneti. Ore, shqiptarët konkretisht Juli, çfarë janë duke bër pa telefona? Ti njerëz, si po e shtyn ditën ti njerëz, se ti edhe gazetari i Shqipërisë paralele, duhet ta dish këtë gjë. Vetja mundësi është të dalë në kufit ka valët e Grekut, se edhe valët e Italianit nuk po kapin më, Angelo. Çfarë thua, ore? Por, disa kanë filluar të lexojnë letrat të përshtylla, shitet 1+1 300.000 euro dhe thonë, pas kemi harruar me lexu. Sa të tjerë rrinë 2 orë në banjo e lexojnë etiketat e shampove. Sa të tjerë kanë filluar të lexojnë lajmërimet e vdekjeve. Ore, këtu më ndalo. A shtuar empatia tek njerëzit, pra po e shohin që dikush ka ndruar jetë preke, nuk vjen keq, ka ndryshuar kjo? Shumë sa thonë, ku e ka gjetë këtë foto? Pse s'ka vënë një foto më të mirë? Ka pas foto më të bukur ky. Më kujtohet njëra i kam pas bërë like edhe unë. Po influencerat, se ata e han goditjen ballore. Si po ja dalin influencerat, Juli? Na thuaj më shumë. Fik në brez, direkt, më sportit. Katastrofë. Një vajzë ishte duke qarë. Unë kam marrë të tëra po bërë story, sa nuk më shen njëri, më duket kam vdekur. Çfarë thua? Një tjetër po i tregonte pasqyrës veshjen se s'kishte ku t'ja tregonte online çka kishte bler. Juli. Po me sufllaqet Juli, çfarë po ndodh me sufllaqet? Han njerëzit sufllaqet. Do mos kthejnë kufi, han shumë. E han njerëzit sufllaqen, han shumë. Po, janë kopur. Po në politik Juli, situata si është? Këtu më kësë në gusht. Këtu është çështje varri. Një deputet i tha sekretares, po unë e bëra këtë marrëveshje, ta si do ja bëjmë tani? A quhet po se postova? Halli madh. Ndërkohë një grup prej 30 vetësh janë ulur në trotuar me gërshër në dorë edhe presin. Çfarë po presin? As nuk pin, as nuk. Hajde ata se bëjnë, ha? Po pse Juli? Jo. Pse nuk e bëjnë? Se presin që të vi interneti edhe të presin shiritin e inaugurimit që ta postojnë, ndryshe s'quhet. Do me thënë, Shqipëria pa internet është si parajs, këtë po na thua Juli? Këtë po them, po ashtu si parajsa, por aq kosa nuk e ke parë zërën se s'ekziston. Çfarë thua, se na bëre lëmsh o burr, ti me vërtet po kap valët e Grekut, po ke marr indikacione që andejm, duke se unë s'të kuptoj dot. Po rrugët. Karisopoli. Der rien. Ore, shoferët, rrugët, si janë? Rehatlik, sot nuk ka pasur asnjë aksident, asnjë debat, asnjë stres, policia ka filluar të vejë gjoba, po kësaj herë për mos përdorim telefoni. Po, çfarë thua, a ka ndonjë problem me gjithë kjo se nuk po të kuptoj Juli, si mund të vësh gjoba? Vetëm një problem ka koleg, askush nuk e di kush e fitoi Big Brotherin. Njerëzit këtu mendojnë se jemi akoma në publicitet. Publiku ka vendosur. O Juli, se s'ka filluar akoma Big Brotheri, burrini qet, mos e vrisni mendjen. Pa problem fare. Natën e mirë pa çifat. Jo, sa thuti ata, jo. Më e çuditshme është se shoh shumë të rinj që ecin në atë mënyrë, saqë ti bëjnë hije vetes. Po kjo pse? Si pse? Se pa internet nuk i ndjek kush, kështu që të paktën do i ndjeki hija e tyre. Po të merren me diçka, mos i bëjnë hije tokës kot o burr. Ti nuk e ke ide çka ndodhur në familje. Çka ka ndodhur? Ka plasur sherri. Jo. Një çift u grind se nuk e din ku i ka shkuar vajza. Dile kërkoje i tha gruaja, çari? Po mirë më i gru sa burri, ja dola. Po unë se kam fiksu mirë si është vajza, se që kur është rrit, e kam pa vetëm me filtra. Çfarë thuare?
Mos është një kushërire ime kjo apo jo? Nuk ka lidhje. Nejse. Nuk e di Angelo, s'ja kam pa kartën e identitetit. S'ja ke pa, okay, po. Gjithë luten që gjithë ky tmerr të jetë si story në Instagram. Të zgjasi vetëm 24 orë. Po, nëse zgjat më shumë, çfarë ndodh, Julian? Tani, nëse zgjat më shumë se 24 orë, ka rrezik të hapen përsëri liberi. Jo. Nëse zgjat 48 orë, do fillojmë të mësojmë alfabetin përmendës. Jo. Nëse zgjat 72 orë, do fillojmë të njihemi me komshin. Dhe nëse zgjat më shumë se 72 orë, ka dy mundësi. O do mbetemi në errësirë totale, ose do bëhemi si Danimarka. Jo, kjo është e pamundur. Koleg, të falenderojmë shumë për këtë lidhje të drejt për drejt nga Shqipëria paralele ku s'ke valë dhe ke dalë në kufit e greku. Mos harro të postosh videon e terrenit kur të kthehet interneti, se gjitha kjo nuk do të ketë kuptim. Të falenderoj shumë, ditë të mbar. Për ju Julian Hurdha direkte nga Shqipëria paralele. E pra të dashur miq, një ditë pa internet dhe Shqipëria u bë vendi më i qetë, më i bukur dhe më i çuditshëm në planet. Por vetëm për 24 orë se sapo u kthye Wi-Fi të gjithë postuan. Dhe dini çfarë postuan? Dita pa internet ishte fantastike. Po pra. Okej, shumë mirë. Rikthehemi sërish në realitetin tonë se kjo Shqipëria paralele na bëri me dhimbje koke. Si mundemi ne ta imagjinojmë tani që një ditë mos të kemi internet dhe telefon? Nuk e dim, por kjo edhe mund të ndodhi, por një ditë pa Top Albanian, një ditë pa muzikën më të mirë të mundshme, do ishte katastrofë. Kështu që ikim në muzikë dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak. Ç'na bëre më Dielli më ngro. Po, Shiu, më lak. Më lak. Po, patjetër, ajo ka qenë një këngë fantastike, po ka qenë edhe koha fantastike dhe brezi ka qenë, më vjen keq ta them, ndoshta se ju jeni edhe më pak më të vegjël. Shumë më të vegjël. Po se moshën time morë vesh moshën e Julit. Por edhe me Julin e kam parasysh pak a shumë se sa mund të ketë qenë. Por mund të them që kemi qenë brezi më i mirë. Domethënë ne jemi kot fare. Ja, kemi qenë brezi më i mirë. Kemi qenë brezi më i mirë në botë, sepse ka qenë domethënë atë kohë ka qenë muzika më e bukur që ekziston. Po flas jo vetëm Shqipëria, po flas në të gjithë botën çka kanë qenë atë kohë. Duke filluar nga Backstreet Boysat deri ke Metallicat, deri tek Scorpionsat, domethënë ka qenë një muzikë që sot rrallë herë apo nuk e di do të vinë më ndonjëherë, nuk po flas vetëm për Shqipëri, se në Shqipëri është akoma më e theksuar kjo gjë, por edhe në të gjithë chartin apo ku diun çfarë mund të atëherë ka qenë dhe si nevojë. Pra muzika kur erdhi, pra ishte në momentin e dur, në kohën e dur, se po ti marrim për shembull të kishte dal Backstreet Boys tani ose Metallica tani, mendon se do të kishte të njëjtin shkëlqim? Dëgjoj, unë që po ta them, unë po ta them si një ish punëtor i Top Medias, domethënë kam qenë në fillimet e Top Medias dhe e njoh shumë mirë pjesën muzikore dhe në çfarë date dilte rroga atëherë. Për korrektesë atyre domethënë ka qenë e vetmja media në Shqipëri, nuk e di deri sot, po deri në 2012 që kam qenë unë, domethënë ka qenë çdo gjë ka qenë perfekt, domethënë. Po ti do të thuash pak përshëndetje dëgjues për gjithë ata që po na dëgjojnë, se të kanë dëgjuar vetëm muzikën në Top Albania Radio, po tani kanë mundësinë, siç e thamë ne, të dëgjojnë dhe përshëndetje dëgjues nga Ernis Çili. Përshëndetje dëgjues, po unë nuk kam qenë në radio, në fakt, po kam qenë tek zemra e transmetimit të Top Channel, domethënë në transmetimin e Top Channel. Aty ku bëheshin, aty ku hynin dhe dilnin gjithë materialet e prodhuara. Top Fest 1, pra edicioni i parë i gjithë këtij festivali. Po pritse e lan për gjys. E lan për gjys të pjesën e aftove për ta marrë. Aftova, po duhet dalte Top Festi. Pak zhurmën e bukur. Domethënë e lan për gjys të pjesën, desha të dilja tek pjesa e Backstreet Boysave që jo për te pagesa e thamë që ishte, domethënë në datën fiks, çdo gjë ishte, domethënë mjafton që ti të punoje dhe të ishe produktiv në atë që bëje dhe pagesa nuk llogariteshe fare. Po doja dilja ke Backstreet Boysat edhe tek muzika që ka qenë në atë kohë, po themi Metallica dhe të gjitha këto me radhë. Ne në Top Channel kur filloi televizioni, domethënë ne kemi transmetuar për rreth 2 vjet ka qenë vetëm me muzikë dhe unë e njoh mirë atë pjesë sepse bënim playlistat edhe të gjitha gjërat, domethënë kanë qenë
çdo gjë që kalonte ishte vetëm muzikë. Por ka qenë muzikë fantastike, ka qenë muzikë italiane, muzikë amerikane, shqiptare, të gjitha kanë qenë këngë që sot kur i dëgjon, ato janë si puna e asaj të verës vjetër, që sa më shumë i kalon koha, aq më mirë bëhet. Dhe ne ishim të kultivuar me atë lloj muzike. Dhe po them që në atë kohë dëgjoje muzikë. Sot ne përpiqemi, mundohemi të dëgjojmë, po prapë tek ato këngë kthehemi. Ato janë që na përcjellin gjatë gjithë jetës. Na zien gjaku sa i gjë. Sa bukur dikur. Tani kthehemi dhe rikthehemi te Top Festi, edicioni i parë. Si e kujton Ocil? Pallatin e Kongreseve, sallën plot. Në fakt, fillimet e Top Festit kanë qenë në një disko, që quhej Calvin në atë kohë. Aty filloi edicioni i parë dhe ka qenë, si thua, ajo prova e parë, ka qenë atje bile është bërë dhe kënga, është bërë xhirimi i këngës së parë të Top Medias. Kjo e fundvitit. We Are the Champion, janë bërë disa filmime atje, janë bërë disa filmime në studiot e Top Channel. Dhe kur filloi festivali i Top Festit, ka qenë një, nuk e di, domethënë ka qenë një fillim i ri për gjithë artistët e asaj kohe, apo një, po themi, një dritare e madhe ku të gjithë artistët e asaj kohe kanë shpalosur gjithë pa e ditur se ku po shkonin. Domethënë, sepse në atë kohë ekzistonte edhe festivali i fundvitit, ishte edhe një festivali i pranverës që ishte në atë kohë, domethënë që organizohej po prap nga televizion tjetër. Por kur u fut, domethënë kur filloi Top Festi, aty filloi diferenca e muzikës. Domethënë aty dolën të gjithë artistët që sot janë ai brez që unë sapo përmenda, domethënë që duke filluar që nga po themi që në Ermali i Kosovës, Fejzullahu, ka qenë Shpat Kasapi, ka qenë Bojken Lako, Alban Skëndera, që domethënë gjithë këta kanë qenë një brez që edhe sjellin muzikë shumë të mirë dhe cilësore. Dhe në atë kohë pa frikë, domethënë mund të vinin rreth 200 apo 300 këngë në redaksi për të konkuruar, por që ishin pothuajse të gjitha ishin këngë shumë të mira. Ishin shumë të mira këngët në atë kohë. Sot nuk e di se çfarë po ndodh. Po çfarë po ndodh? Nuk e dim se çfarë po ndodh, po ti duhet diçka duhet ta dish. Ajo që po ndodh sot është mendoj që nuk po kultivohet, ky brez nuk kultivohet më me muzikë të mirë apo me art të mirë. Domethënë, nëse ne kemi pasur si etalon, siç thash, Backstreet Boys, Metallica, The Calling, ku diun, shumë këngëtar që mund t'i rendisim në atë kohë. Sot nuk ka për të, po themi, ky brez që të thotë që unë dua të bëhem si ky ose të kem, sepse patjetër që kanë shembull, patjetër sepse duhet që ti të kesh një nuk po themi idhull, po duhet të kesh patjetër një model që ti e merr që nga mosha 10 vjeç, 12 vjeç dhe vazhdon pastaj duke e kultivuar veshin, mendjen me këtë lloj muzike të mirë dhe pastaj të krijosh edhe është muzikë mirë. Anis, mendon se kjo ka ngel, domethënë, këtu jemi. Mendon se i mungon muzikës sot Top Festi? Po, patjetër, duhet një Top Fest, ndoshta jo siç ka qenë ato vite, sepse do të quhesh shumë e vjetëruar, po themi, në kohën sot, pavarësisht se për atë kohë që erdhi dhe po ta krahasоsh me sot, ishte shumë e moderuar dhe domethënë shumë moderne, ishte moderuar tani ndoshta i bie që të jetë pak e vjetër, por duke rregulluar disa gjëra, mendoj që duhet me patjetër të jetë një dritare për të gjithë të rinjt dhe për gjithë talentet që duan të sjellin muzikë të mirë, por duhet të ketë njerëz që ta filtrojnë, sepse ne në atë kohë kishim filtra. Sot nuk ka më filtra, sepse sot është YouTube-i, është Instagrami, është Facebook-u, dhe gjithë secili thotë un kam Top Festin tim. E nxjerr ku dua, e bëj si dua. Por do ishte një gjë shumë e mirë nëse Top Media do të organizonte një festival dhe do t'i japeshin hapësira të gjithë rinjve për të marrë pjesë dhe për të bërë një muzikë mirë. Domethënë ka kapacitet për të bërë muzikë mirë. Bukur. Ernest, si e kujton dhe si e përjetoi atë kohë se mundësitë për të dëgjuar muzikë nuk ishin si sot. Dhe qytetin tim pa ty shikoj, ishte më e kërkuar në Top Albania, ishte më dëgjuara, ishte më e luajtura.
dhe kur të thonin njerëzit të impaktin, si e përjetoje? Po pikërisht sepse aty kur si VIP i kohës. Aty ku mungojnë gjërat, aty kërkohet që të bëhet edhe më shumë, sepse në atë kohë mungesa e të dëgjuarit muzikë, që nga momenti që Top Albania Radio doli në transmetim rreth viteve 97-98, aty ne filluam të dëgjonim muzikë të mirë dhe domethënë të kërkonim, ishim të etur, pavarësisht se sot mund të hysh në YouTube, mund të hysh ku duash, të dëgjosh dhe të bësh playlistën tënde, të dëgjosh çdo lloj muzike, dhe mendoj ndoshta është kjo liria e tepërt ose zgjedhja e tepërt që ti mund të dëgjosh kudo dhe mund të bësh çfarë duash, dhe në fund fare je i mbingopur me këtë gjën, dhe thua se aty është edhe muzika, është edhe kjo. Kurse në atë kohë ishte ndryshe, sepse ne ishim të etur për të dëgjuar muzikë të huaj dhe për të kompozuar qoftë edhe me 2-3 veta, të vinim me një kitare, hajde të bëjmë një këngë të re, dhe duke e bërë nga, si thuash, nga ai lloj frymëzimi të dëgjuarit, sepse nga dëgjimi vjen dhe pastaj veprimi i gjithë i këngëve apo i një arti. E ndërkohë sot si e ke marrëdhënien me muzikën? E dëgjon? Sot unë kam një studio ku punoj me produksione të ndryshme audiovizive. Dhe me thënë të drejtën kam vite që nuk shoh më televizor, domethënë për të parë që të ndjek programe të ndryshme apo. Por muzikë të mirë dëgjoj. Por po mundohem të dëgjoj muzikë të mirë të kësaj kohe dhe nuk po gjej. Okej. Kështu që kam ngelur tek ajo playlista e vjetër që dua ta dëgjoj her pas here dhe që më kënaq. Mban USB me vete ose në një CD që ta kërkon gjithkush, po si ja jep askujt ndaj me për makinë, për ta vendosur. Unë në fakt shihet e mia muzikore ndër vite kanë qenë pak ndryshe nga të tjerët, ndoshta mund ta them, për shkak sepse unë jam pjesë e komunitetit të krishterë në Shqipëri dhe dëgjoj muzikë të mirë të krishterë të huaj, dhe ata me vërtet bëjnë muzikë shumë të mirë, muzikë rock, muzikë pop, muzikë domethënë shumë e mirë, dhe është ajo lloj muzike që unë ndjek gjatë gjithë kohës edhe më kënaq ajo muzikë. Me që doli këtu, ne do shkëpunojmë se kemi pak publicitet, ti mos u mërzit. Dhe kur të dorim pra. Dhe kur të rikthehemi, ngelemi tek kjo bisedë që sapo nisëm. Ikim muzikë, rikthehemi sërish vetëm pas pak dhe reklama sigurisht. Jemi rikthyer qytetin tim. Aty shikoj nga Ernest Çili, i cili është në studio me ne. Më lejo të drejtohem me Çil. Si të drejtohesh aty kur në shkollë. Po patjetër, edhe Çili. Çil. Po. E lam që ke një marrëdhënie shumë të ngushtë me besimin, me kishën. Me që jemi në periudhë festash, periudhë Krishtlindjesh. A të ka bërë njëri më të mirë besimi? Në raport me veten, me familjen, me komunitetin? Dëgjoj, po flas pak për brezin tim, me që se unë jam këtu për të folur për muzikën e asaj kohe, për të folur dhe për gjërat personale të asaj kohe. Ky brez që unë e kam përcjell gjatë gjithë kohës, domethënë që kam qenë, ka rezultuar, ndoshta mund ta them edhe pa dashje, po edhe me dashje, që ne pa Zotin do të ishim asgjë. Domethënë kemi parë shumë ngjarje dhe shumë histori të artistëve shqiptar dhe të huaj që janë pa Zotin dhe kanë përfunduar shumë keq. Ndoshta kanë përfunduar drejt drogës, kanë përfunduar drejt prishjes së shoqërisë, familjes e të gjithave këtyre me radhë. Dhe kjo është po themi një dorë shumë e fortë që mua më ka mbajtur që mos shkoj drejt atyre gjërave. Domethënë, jo sepse unë e quaj si mburje këtë gjë, por e quaj si një realizim të vetes që ku do të shkoja unë nëse nuk do të kisha Zotin pranë, ose nëse unë nuk do të besoja në Zot. Kështu që ka rezultuar në brezin ton që shumë nga ata këngëtar ose artist kanë devijuar ose kanë marrë një rrugë tjetër që mua më vjen shumë keq kur dëgjoj lajme, domethënë nga më të ndryshmet, që për një neglizhencë ose për një gjë shumë të vogël që ata nuk e kanë pranuar, ata kanë devijuar ose kanë bërë gjëra, domethënë janë larguar nga kjo botë. Kështu që është mirë që jo vetëm muzikanti, por çdo lloj artisti, çdo lloj, domethënë njeriu duhet të ketë një besim në Zot. Duhet me patjetër.
sepse mban ekuilibrin e jetës, mban, si thua, balancën e jetës. Ajo është. Ernest, të bëj një pyetje që është nuk e di se si do ta marrësh, po njerëzit kur janë pjesë e besimit, gjë që jemi të tre këtu, pra ti nuk bën keq sepse ke frikë se çfarë do të ndodhi sipas besimit, apo nuk bën keq sepse ti nuk do të bësh keq. Pra, si është kjo ana e peshorës? Jo, nuk bën keq sepse karakteri jot formohet në atë lloj gjëje. Domethënë brumoset ndër vite, sepse ti nuk mund të bëhesh i mirë për një ditë. Që unë u bëra i mirë se sot besova në Zot edhe jam njeri i mirë. Jo, ajo është një proces që ndodh, po themi, mua më ka ndodhur që sepse kam vajtur që i ri, që i vogël në kishë, kam shërbyer atje, kam qenë pjesë e kishës dhe vazhdoj të jem dhe dua të jem pjesë e asaj gjëje. Po. Dhe është një proces, nuk është që ndodhi sot dhe unë u bëra një njeri i mirë. Ti e kupton mbas disa kohësh dhe mbas disa vitesh kur kthen kokën mbrapa, thua që o Zot, faleminderit që më ke bërë njeri më të mirë në shoqëri, për të shërbyer shoqërisë, familjes dhe asaj që ti ke, kaosës tënde, artit tënd, dhe është e sigurt që ti do të kesh sukses në atë që bën. Por nuk mund ta mendojmë që kjo gjëja vjen kështu. Bum për një herë dhe unë u bëra njeri i mirë. Nuk është si e shkruar në lapse letre. Nuk ke parë në njërin që ka qenë më i talentuar se ti, edhe për shembull si ka hap mikrofonin kohën e dur, ai ka gjys note keq. Nuk e ke bërë ndonjë gjë, s'ke bërë ndonjë keq. Në një manipulim të këtij lloji të thosh, i ke prish, i ke momenti për të rrëfyer tani. Xhelozira të kësaj, domethënë të kësaj natyre nuk them se mund të kem patur, kështu, domethënë që t'ja uli mikrofonin këtij ose mos ta bëjmë këtë gjën që ky mos të shkojë deri atje. Ndoshta, domethënë, nuk dua të jem, si thua, kaq, po themi, kaq shenjtor ose kaq i drejtë në sytë të tjerëve. Po ndoshta edhe mund të ketë ndodhur diçka, po jo në këtë drejtim. Mund të ketë ndodhur një gjë që për shembull që dëgjoj, meqense un kam topin sot, e kam në dorë, atëherë ai s'ka shanse që transmetohet më. Domethënë mundet të ketë ndodhur kjo. Por mund të ketë ndodhur nga ndoshta nga një gabim që ai tjetri ka bërë kundrejt. Dhe në botën e artit kjo ndodh, po themi, rëndomt. Domethënë, nëse ju do të bëni diçka kundrejt një drejtuesi, gjithë bryli rrim, bryla gjithë. Nëse unë do isha drejtuesi Julit sot, për shkak do i thoja Julo, kiçi kujdes sepse ndoshta nesër mund të kesh pasoja. Po jo, nuk ndodh me mua. Nuk ndodh për shkak që bashkëshortja jote të thot hidhi plerat sot o Ernisa e ti thosh, po lezës jam bër akoma. Po më po dëgjoj, deri ke plerat dhe këto gjërat e thjeshta e kemi brenda shtëpisë rregullojmë. Janë brenda shtëpisë rregullojmë, kur thotë edhe Juli. Por që e kam bërë shpesh i dert plerat nuk është problem, domethënë me dert plerat. Po cilat janë tre njerëzit që ti do doje ti falenderoje, dhe që kanë qenë ndoshta gur kilometrik në karrierën apo në jetën tënde? Kish familjen, sa ato sigurisht. Për mos të qenë shumë si themi se s'po gjej fjalën që të tregojmë shumë me temë mase i tepërt në atë falënderimin që mund të bëj. Në fakt Top Media ka qenë një nga, po themi, shkollat e mia të para ka qenë Top Media dhe unë duhet të jem shumë falënderues ndaj Tanit, Topit, sepse ka qenë pikërisht ai ka qenë, si thua, një ugur shumë i mirë për të filluar rrugtimin tim për artin, për median, për gjitha këto. Ka qenë Top Channel. Po. Një nga të parë që unë dua t'i falenderoj dhe i falenderoj jam falënderues gjatë gjithë kohës, dhe jam mirënjohës gjatë gjithë kohës. I dyti do të ishte nëna ime, sepse ajo her pas here kur unë krijoja, po flasim për atë kohë, ajo e dëgjonte tekstet, shikonte, dëgjonte muzikën dhe thoshte Ernis, po dëgjoj se kjo këtu mirë, okay, kjo më pëlqen. Kritiku i parë. Ka qenë kritiku im i parë dhe them që paska pas shije të mira muzikore dhe artistike. Paska pas drejt. Po, paska pas shije të mira dhe i treti është dua të falenderoj ata njerëz që më kanë qëndruar pranë për ta vazhduar këtë gjën. Dhe për të qenë si thua produktiv gjatë gjithë kohës dhe për të qenë në vazhdim, sepse unë po vazhdoj dhe po krijoj
dhe po punoj me median, domethënë është audiovizive, domethënë që ka të bëjë me filmin, ka të bëjë me videon, ka të bëjë me audion, dhe dua të falenderoj në këtë prizëm, domethënë në këtë aspekt të kishën time që jemi duke organizuar shumë gjëra që kanë të bëjnë me kultivimin e artistëve. Ernis, nga brezi juaj te brezi më i ri, termi dhe fenomeni i mirënjohjes, po e quaj kështu fenomen sepse është duke u zhdukur. Dëgjova ty teksa falenderoje personat e tu, ndërsa sot ne nuk e shohim më, nuk e dëgjojmë më. Pra që ti i shtrin dorën dikujt, sepse ke mundësi për ta bërë dhe nuk pret gjë mbrapsh, por personim nuk është mirënjohës. Po sot ne jemi kthyer në modern, ne guxojmë të shkojmë drejt skeqes, nuk guxojmë të shkojmë drejt së mirës, të bëjmë të mirën pa turp. Ne më shumë turp kemi të bëjmë të mirën se sa bëjmë, nuk kemi cip, domethënë po flas në më shumë në pjesën e gjerë të artistëve që po ndodh sot ose atyre të rinjve. Nuk po ju mësohet që duhet të jenë shumë mirënjohës për atë gjën dhe të kenë një lloj po themi s'po gjej fjalën, në një lloj mësimi që ata duhet ta vazhdojnë her pas here. Më kupton? T'ju kthehet si diçka e tyre. T'ju kthehet si diçka e tyre, nuk kanë disiplinë. Nuk kanë në qëllim të jetës. E bëjnë pa disiplinë, prandaj janë të paedukuar drejt kësaj gjëje dhe kjo vjen pastaj kthehet në një lloj kauzi, fillon kthehet në kauzë, gjitha kthehet në rrëmuj dhe nuk e din as vetë se çfarë po bëjnë, mjafton që të përfliten si për mirë, si për keq dhe thonë që unë jam më i miri ose unë jam VIP tani. Thua mjafton vetëm të përflitet edhe mjafton, domethënë sot po guxohet të shkelet çfarëdo lloj ose të kalohet çfarëdo lloj kornize, çfarëdo lloj norme, vetëm si për të kapë suksesin, nuk është ky sukses. Nëse dikur gjithë luftonin për një emër të mirë, tani duan thjesht emrin, s'ka rëndësi mirë. Emri nuk ka rëndësi, mjafton të bësh duart me ku diun futesh aty në puset, bësh duart fis. Si qa bëra unë, ose ai që del nga dheu, e ke parë? Ose një që del nga dheu. Ai është i madh, më i madh është ai, po nuk është edhe ai që i madh sa duhet të ishte një njeri normal. Jo, ka guximin që ne se kemi. Po se nuk do ta them fjalën për guximin. Se zuri lemza shkruaj. Ai mund të jetë djalë shumë i mirë, ndoshta në përditshmërinë e tij, po për atë që bën. Po flasim për fenomenin, jo për individin. Domethënë që është si janë shtuar shumë kiçe për dall, domethënë këto kiçet që janë shtuar është bërë domethënë në bezdi, është kthyer në bezdi në median dhe unë nuk e di pse e quajnë media tani, po të marrësh një ekspert ose një që mund të jetë drejtori i një media ose ashtu, thotë që këta bëjnë shumë mirë se ky shet. Ora çfarë shet ky? Nuk është paraja. Po mirë, paran ti e fiton në mënyra nga më të ndryshmet, provoj një herë të shesësh një produkt, një emision, një program, duke dhënë vlera, provoj një herë, 2 herë, 3 herë, hapi hapësira këtyre njerëzve që kanë vlera. Të dali kasa dhe pse më bezdi se ti ule me kokën aty ose ik. Okej, do të shkëputemi se kemi muzikë dhe pastaj reklama dhe rikthehemi sërish. Chill, kemi shumë gjëra të bukura për ty, po ti nuk e ke idenë se çfarë të pret. Ashtu, Po. Rikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer. Chill, pëlqen kjo rikthimi kështu? A jemi në të njëjtën tempo? Quite my tempo. Kujtoja sfutesh transmetim sot. Kur thoni jemi rikthyer është ka ritëm brenda. Ka ritëm. E di se keq, tash sa bukur. Ka ritëm ajo lip, ka ritëm arti, domethënë nuk quhet art. Me sinkronizum jeni, kështu që në rregull jeni. Ta dëgjosh ti dhe gjithë dëgjuesit. Po pse çfarë jam unë? Pse më nxjerr jashtë mua? Ta dëgjoj unë gjithë. Po se ti s'ke qenë me Çilin në shkollë, prandaj. Po si s'kam qenë, thjesht ka qenë më i madh. Po pikërisht pra, nuk ke qenë në leksionet e seminareve, po. Po jo, mjafton që jeni në një frymëmarrje të dy edhe mirë, jeni sinkronizuar mirë me njëri tjetrin. Të falenderojmë. Ka ritëm emision. Shumë e bukur, shumë e bukur. Po më thoje nisjen e Top Festit. Është interesante, fakt është një sekuencë shumë e shkurtër, dua që ta them këtë. Ka qenë në vitin rreth vitit 2000-2001 ishte festivali i fund vitit të RTS-s. Dhe unë merja pjesë atje si konkurrent, ka qenë dhe Bojken Lakon atë kohë. Dhe gjatë provave, domethënë ne ishim të gjithë në sallë dhe vjen dhe Tani Topit. Ulet atje për të parë dhe për të dëgjuar, për të ndjekur provat e këto gjëra, domethënë. Por në atë kohë teknologjia nuk ka qenë shumë
po themi siç është sot. Në atë kohë. Dhe ati ishte ullur Tani, ishte ullur Bojkeni, ishte ullur Eno Popi, ishin domethënë gati një 10 veta nga stafi që kishin ardhur për të bërë tifo për Çfarë ngjyre kishte flokët Boku atëherë? Mbamën apo se mbamën? Tek ai festival më duket se ka pas dverda, asgjë si quhet kënga, asgjë e largët, duket se ka qenë kënga. Nuk ka asgjë të largët. Boku se na qen çuna. Ajo ka qenë kënga dhe kishte një problem me sfingjerin, ta heq, mos ta heq, apo s'po del zëri mirë, apo ma ngreçik, ma ul pak edhe kështu. Probleme teknike. Edhe këto problemet gjatë provave dhe pastaj dal dhe unë bëj dhe unë provën time, pastaj bashkohem edhe vjen Tani, më thon po ti më tha mua këtu, i thash unë jam pjesë jam konkurrent. Mirë, mbaro provat edhe hajde në punë. Kjo pjesa. Edhe tha pastaj bukur. I mblodhi gjithë ata, tha dëgjoj, këtu ka shumë probleme, tha, hajde tha se do bëjmë festivalin tonë. Nuk funksionon. Edhe kështu lindi. Dhe kështu nisi festivali Top Festi. U organizuan, u bë skenografia, u bën të gjitha komponentët, u mor drejtori i festivalit që asaj kohë ishte Bojken Lako, u kërkuan doli dhe promoja e re, u kërkuan këngë nga të gjithë artistët, erdhën, pati shumë prurje, shumë këngë të reja, shumë këngë të mira në atë kohë. Ka qenë viti ku Stine mori çmimin. Ishe ti që më dhurove dash. Kënga e çmimit parë. Kanë qenë the best song, kanë qenë diku 10 këngë, kanë qenë shumë të bukura. Kanë qenë në era parë ku u futën edhe këto nominimet e reja që ishin New Best New Artist, artisti më i mirë, edhe artisti më i bukur, mashkull edhe femër. Domethënë ishte shumë interesante, ajo dalja ishte fiksi në MTV, domethënë ishte koha e MTV-s shqiptare, atë kohë. Siç e tha moderne për kohën. Ka qenë moderne, shumë moderne. Dhe mbledhi artistë të rinj nga gjithë Shqiptaria, vinin nga Maqedonia, nga Kosova, kudo ku flitej shqip. Kudo. Po imagjino Berkan, Bertan, Big Mama, Big Mama ka qenë Sony, ka qenë i ndjeri tashmë Shpat Kasapi. Shpat Kasapi, ka qenë Flor Mumajezi në atë kohë. Një vit, më duket ta 2 vjet. Grupi Kthjellu. Kanë qenë shumë. Azi sikur dielli, domethënë shumë këngëtar që sot ndoshta janë duke krijuar dhe duke bërë, por nuk po jepet kjo mundësia e dritares që thash, që do ishte mirë që në këtë media të vazhdonte kjo histori, të hapesh një dritare për këtë brez, sepse prandaj jo pa qëllim e thash në fillim që ne kemi qenë brezi më i mirë në botë. Sepse unë për brezin tim do flas. Nuk e di, pastaj çfarë vjen më mbrapa. Po të paktën po themi nga vitet 80 deri në 2000 kanë sjell një art shumë të mirë. Pastaj nuk e di çfarë ndodhi mbas 2000-shit, filluan muzika sikur u modernizu më shumë se ç'duhet, ku bën gjëra teknologjia. Dhe ti hapet një dritare ku le të jenë të transmetohen ato, këta njerëz ndoshta të vinë, të punojnë ose të japin kontributin e vet. Dhe të vazhdoj kjo histori sepse i jep një vlerë tjetër. Më besoni që i jep kësaj media i jep një vlerë tjetër. Le të vazhdoj me këto gjërat që janë me këto emisionet, por të jetë kjo pjesa nostalgjike ose kjo pjesa gold, por që të jetë më e moderuar dhe më të dali diçka jemi rikthyer. Po, që jemi rikthyer. Sepse i duhet. Do të rikthente ty kjo në top? Patjetër. Domethënë ti je i gatshëm. Po, unë jam i gatshëm që të jem pjesë e kësaj, po themi, e kësaj iniciative ose e kësaj gjëje, por duhet që të hapet mundësia, të hapet një dritare që kjo gjëja të vazhdojë. T'ja çojmë edhe një mesazh Bokut apo? Po, patjetër, besoj se edhe Boku do e dëgjojë dhe do ta mirëpresi këtë gjë, sepse nuk e kushton asgjë. Ju mund të bëheni, mund të ribëheni bashkë për një projekt të tillë. Po patjetër. Unë besoj që mund të ribëhen përveç atyre që më vjen keq ndoshta kanë ikë jashtë dhe kanë angazhime të tjera dhe kanë qenë mjeshtrat e kësaj pune, siç është Fab Aslani, që dua ta përshëndes. Fabi është në Amerikë dhe ka qenë një nga njerëzit që e ka ngret teknikisht, po themi, e ka ngret të media. Bukur. Okej, Juli, më thuaj. Qytetin tim pa ty shikoj Ernest Qili. Tani, qytetin tim pa muzikë shikoj. Cila është ajo këngë që ta mbush qytetin? Mi bër një simbolik kështu të vogël, besoj, e kupton. Ajo këngë, domethënë ka shumë këngë, në fakt po thua për këngë tuaj ose ti kur e dëgjon thua,
të jep një lloj nostalgjie të mbush shpirtërisht. Po ka qenë ajo pra muzika e saj kohe, domethënë ndoshta Metallica, ndoshta Michael Bolton, ndoshta David Bowie, po, ndoshta The Calling, ndoshta nuk e di. Okej. Muzika e saj kohe. Qytetin tim pa shiun shikoj. Çan shpesh qil? Për hir të vërtetës, nëse një njeri po e filloj shumë mbrapsht, nëse një njeri nuk qan, atëherë nuk është artist. Pra çdo artist duhet të qaj ose qan. Qan sepse ka emocionin brenda, ka ndjesin brenda, i ka të gjitha këto ndjeshmëritë që një njeri normal nuk i ka. Kjo është e vërtet. Qyteti tim pa aromë kafeje shikoj dhe pa kafene shikoj. Me këtë shion ta pish më shumë kafen? Po sigurisht me shoqërinë, me familjen. Është ai rrethi gjithmonë 3-4 shok po, që tani na i specifiko se kështu fut familjen ti, fut dhe shokët e mrekulli. Duhet me emër. Duhet me emër apo s'ka rëndësi emër. Një kafe shoqërie apo kafe familjare, si quhet? Kafe familjare. Do të kafe familjare. Qytetin tim pa trafik shikoj, do vi ndonjëherë kjo ditë thua që do jetë Tirana pa trafik. Nuk e besoj. Nuk besoj që do jetë Tirana pa trafik. Tirana do jetë gjithmonë me trafik. Po. Edhe ka filluar pa trafik, sepse ne ecnim edhe në këmbë dhe na shijonte ajo ecja në këmbë. Kurse sot si ka mundësi o qilë është ndryshe. Ma ish pa këtë kureshten, ti jetë rruga Elbasanit është trafiku smerë dhe ti ngres ty të lartë dhe shefa dhe banderolën me biciklet do kisha arritur. Unë kur shoh gjithmonë atë, bëj pastaj edhe unë një pyetje gjithmonë, i bëj vetes dhe them, po kur je me karrocë, me fëmijë ose kur je me ca. E po se mendoja gjatë ajo. Mirë, po. Po ta mendosh vetëm, prandaj ka shumë divorce sot. S'ka mendu njeri për këto gjona tani. Qytetin tim pa humor shikoj. Çfarë të bën më shumë për qeshur në këtë qytet o Çil? Lana. Lana shue. Jo, ka bën Del Rey. Do vin koncert shumë shpejt. Shumë bukur. Për qeshur ka sa duash, që sa hap syt del. Çka ka plaka jo. Sa po del jashtë domethënë. Që kur lahen dhëmbët me ujë depozite, aty fillon e qesh. Se ke edhe klorin brenda, rregull. Ke ujë ke shtëpia? Kemi më kështu thuhet që kemi, po nuk e dim çfarë ujë depozita apo ujë i rrjedhshëm. Okej, bukur. O Juli, unë o çel më fal, se unë gjithmonë kur të ndërpres për reklamë. Po patjetër. Unë jam ai polici keq. Do shesim pra, do shesim. Juli do për çesh, e kupton? Unë do të bëj për çesh. Humoristi mod. Ikim në muzikë dhe në reklama rikthehemi sërish vetëm pas pak. Jemi rikthyer. Ka rritur ky emision. Ja dhe sinkronizim patjetër. Ka sinkron po. Okej, Cilbo gati sepse kemi përgatitur për ty 30 pyetje ku ti duhet përgjigjesh me tek fjalë. Po patjetër. Nëse përgjigjesh me 2 ose më shumë ne të kthejmë tek pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. Dili Borxhit s'ka pikë gjynofi, ky është ai polici keq. Okej, shumë mirë. Shpresoj ti je gati, loja fillon tani. Je gati? Po gati. Po gati është fjali. 3. Te herë 2 herë 3 herë. Po pra hata të shohim se jam kurioz të di domethënë çfarë do thuhet. Po veç një fjalë, mos harro se na le këtu për të. Po jo, ë? Si dush ti, po ndoshta. Mund thosh dhe buall, fjalë e madhe për shembull. Okej, hajde fillojmë. Je gati? Gati. Gjëja e fundit që hëngra. Pyre kam në mëngjes. Bëj roman. Kaq. Jo, do të them nga fillimi tani. Duhet të mos kem shpjegim, mos ket as i shik. Na intereson shpjegimi i Xhil. Gjëja e fundit që s'hëngra. Asgjë. Okej. Hera e fundit që bëre sherr. Çka një herë ti? Një vit para. Një vit para është fjali. Okej. Një fjalë. Qytetin tim pa të shikoj. Okej. Gjëja e fundit që hëngra. Ç'a hëngra më çit? Pyrek. Hera e fundit që bëre sherr. Një vit. Një fjalë. Ka rritur me misioni po edhe ne duhet të japim rritur. Gjëja e fundit që hëngra. Byrek. Hera e fundit që bëre sherr. Dje. I kafshon gishtat e këmbës Çili. Gishtat e këmbës i kafshon? Jo, nuk i ka. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të?
I ke lënë ndonjëherë punët e tjerëve për të marrë me punët e tua? Po. A të pëlqejnë komshitë e tu? Ndoshta. Ke ndërmend të derë sot të bëhesh top lonz? Jo. Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos? Jo. Kosi hajt apo pijet? Pijet. E bukur apo e zgjuar Çil? Okej, në rregull. A je i lumtur? Jo. Para apo dashuri? Apo pound? Se është më lart. Dashuri. Okej. Puthja e parë apo puthja e fundit? E fundit. Ku ishte puthja e fundit? Atje. Si ta bëm me kokë sigurisht e di pse, di ti ku. Bravo. Po veçën se bëri te. Bravo nga universiteti. Atje. Me kështu thon muzikantët. Të pëlqen ushqimi kinez se po, do ta haj një zhapik që këndon solo? Po. O të bëft mirë. Më mirë të thot zemër, shpirt apo kantautori im. Zemër. Ashan kurshe lajmet. Papa Luli. Po. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mangët e trikos? Po. I bie ndonjëherë qyli të hash të pish tikësh papaguar. Thosh, pse? Po. Bravo. Hera e fundit që e skuqur nga turpi. Lëshoje të shkretën se nuk e dim. Mund të thuash dhe sot, Sot. Bravo. Të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe i ke thënë, "E kam thjesht shoqe." Po. Hera e fundit që them më fal. Kur e kapën mat. Varet kush e ka kap mat. Sa mendohet ky djalë. Është brezi menduar. Lëshoje që, okay, hera e fundit që them fal, çfarë? Hera e fundit që gënjeve. Tani na ke mashtruar i di unë vetëm unë i ditja 3 herë. Sot. O Çili, lënduar ndonjë nga dashuria? Po. Nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do doje të ishe? Luan. Më mirë të duash apo të duan? Të duan. Kjo është gato momenti ku e ka veten gafi. Po e mos më thuaj që do kthehemi nga fillimi. Jemi në mirë të tatoja pastaj. Na nxjerrë ashtu treve. Po. Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër? Larg shoh. Hasmin. Është shumë popullor kjo. Jo, po shpreh që përdoren shumë. Mos të dalë hasmi. Prandaj po ja u them juve. O Çila, ke qesh ndonjëherë në varrim? Po. Kap gazë skeça ti. Jo, prit një sekond. Ta mirë vazhdo. Po. Çil, çfarë bën kur skeça bën? Na e thuash këtu tani, ç'a bëhet kur skeça bën? Fle. Po jo prier me pula. Tash të dalë shonde. Nëse do zhdukeshe për një ditë, ku do shkoje? Në pyll. Në ngel prapë në pyll. Okej, bukur. Quhet. Dhe nëse do të mund të dilni një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje? Ktu mund thuash emër, mbiemër dhe arsyen sepse është pyetja e fundit dhe jemi në fund të emisionit. Shtjelloje. Elon Musk? Çdo ti thoj Elon Musk. Do ikë edhe ti me Ronaldo në Mars. Po, me që se u mbora këtë lidhje në Marsit e këtyre, domethënë, po, të famshmit apo të diturit apo do bëhet ca pyetje, jam shumë i tërë, domethënë, më tërheqin shumë to gjërat që kanë bërë me teknologjinë. Po, gjithë të rresh leku, si e gabim ti. Rregulli. Okej. Cili ja dole me çik sforco dhe përdore faktorin kohë këtu në emision që shpëtove. Me tregon që jam inteligjent apo jo, je. Ke komente këto. Kur dalin ke komente. Dhe Çil për fund fare. Ne e kemi bërë këtë kontratën kur filluam emisionin që të ftuarit pasi të mbarojnë intervistën, ne do të paguhemi në bazë të fjalëve që ata thonë. Kështu që sa më shumë llafe të mira të thuash ti, aq më shumë lek marrim ne, kështu që të lutem vëlla. Na ndero. Do të merr furçë tani. Tjetër më ju jeni vetëm emision këtu në këtë media që po bëni art. Domethënë po flisni në një mënyrë që ka lezet ju të ngjosh. O vëlla, ku ti çojmë gjithë këto lekë? Është rrugë 13. Është vlerë për këtë media që ju të vazhdoni.
Amin fjala jote në vesh të atyre që dëgjojnë. Sepse jeni çuna të lexuar, çuna që keni një informim, jeni çuna simpatik. Po pse kur thua çuna që lexojnë shef Julin, kur thua çuna simpatik më shef mua, çfarë do të thuash? Po tash dua ta konfirmoj që lexojnë simpatik, s'ka ne gjë këtu. Okej, bukur. Sinkronizoni tash. Emisioni ka ritëm. Po ti falenderojmë shumë edhe. Shumë faleminderit edhe. Bëj ndonjë këngë ndonjëherë si mungon dëgjuesve. Nëse ju do të hapni dyert këtu për t'i transmetuar, unë do të sjell këngë të reja, do të sjell muzikë të mirë. Pse jo? Dhe shpresojmë që biseda që ne bëm pak më parë për Top Festin, le të mundohemi që të gjithë që ta bëjmë realitet. Çik ti, çik unë, u bëheshtja lum. Bëheshtja lum. Ikim se shkoi shumë vonë të na nxjerrin me shkëmbë. Lavët e bukura të emisionit i thua ti. Do dëgjojmë sërish të hënën në ardhshme, por deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni në Top Albania Radio me ritëm, me energji dhe sigurisht mundohuni ta shijoni trafikun. Si e shijoni? Ju a kemi thënë, muzikë shumë e mirë.